kur t'jeni të falë, mos e ngritni shikimin e ju në qiell, për shkak se është rrezik mos me të kthy ma shikimi heq, s'të kthehet ma të pamërit heq. Domethënë, është shumë rrezik që njeri duke u falë me ngrit shikimin tanë ka qielli. Me demek, po lutna. Dalaletet, devijimet nuk kanë fund o vëllai jam. Ndodhet që dikush emocionohet edhe e mashtron shejtani, tash i çon syt në qiell edhe lutet duke qenë në sale, duke qenë të falë. Kjo nuk lejohet. Përndryshe kur jetë u bë dua kështu, kjo është tjetër gjë. Kjo lejohet me lejen e Allahut azza xal. Ama të falë në sale nuk ban me qu shikimin nga qielli. Elhamdulillah rabbil alamin. Une të shqiptarët hala nuk i kom pa një gjatë tillë. Mirë po devijimet nuk kanë fund o musliman. Edhe nëse shpejt vjen dikush te ideja me bën një gjatë tillë. Kështu që të kish si informacion, si dije me ditë që nuk ban me qu kryt ka qielli dhe mu lut duke qenë në sale me shikim ka qielli. Me demek po e lutja Allahun azza wa jall me mnimu e të jetu falë.